Të nderuar dhe të respektuar vëllezër besimtar, I lartësuar është Zoti Madhreshëm, ai I cili ka krijuar dhe ka përsosur gjithçka sipas diturisë dhe urtësisë së Tij. Ai e ka krijuar njeriu, ai e ka plotësuar dhe përsosur dhe fenë e Tij, dhe ka dedikuar njeriu të fenë në mënyrë që të udhëzohet dhe të lartësohet në vendin që e meriton njeriu. Prandaj jemi mirënjohës Zotit të Madhreshëm për gjitha të mirat të cilat I shijojmë në jetën e kësaj bote, e në veçanti këto ditë të bekuara të muajit Ramazan, që po I përjetojmë dhe po I shijojmë në mënyrën më të mirë të mundshme. Të nderuar dhe të respektuar vëllezër besimtar, duke pas parasysh faktin se neve po jetojmë ditët më të mira të jetës tonë, në shoqërim me muajin e bekuar të Ramazanit, edhe sot dhe shfrytëzoj rastin që të I them një 2-3 çështje në lidhje me agjërimin, vlerën dhe mesazhet që I përmban ky agjërim. Të nderuar dhe të respektuar vëllezër, në jetën e kësaj bote asgjë nuk ka të rastishme, e sidomos kur bën fjalë për fenë e Zotit Madhreshëm. Të gjitha ligjet në Islam, mbrapa tyre qëndron një urtësi e madhe që ka caktuar Zoti Madhreshëm. Nëse referohemi namazit, është bën me urtësinë e Zotit Madhreshëm, dhe përmes tij njeriu lartësohet. Nëse referohemi agjërimit, mbrapa saj ka urtësi të mëdha, të cilat Zoti Madhreshëm I ka lënë si mesazh përmes agjërimit. Pra asgjë s'është e rastishme në këtë dunjë, e sidomos kur bëhet fjalë për ligjet e Zotit të Madhreshëm dhe adhurimet drejtuar Zotit të Madhreshëm. Sikur ta kish kriju Zoti Madhreshëm njeriu, dhe ta kish lanë të lirë në jetën e kësaj bote, duke mos I dërgu diçka, Kur'an apo pejgamber, njeriu kish gjetë rrugë të ndryshme me plotësu nevojën e besimit. Por ndoshta ja kish huq me të madhe, sepse kish besu në gjanat e gabushme. E ndoshta Zoti Madhreshëm në ahiret e kish fal apo nuk e kish fal, sepse kur ta lën të lirë njeriu dhe ti nuk e mëson, atëherë nuk I arsye me ndëshku. Pra sikurse Zoti Madhreshëm të mos ta kishte dërgu pejgamberin dhe të mos I kishte zbrit librin e shenjtë Kur'an I Kerimin, ndoshta njerëzit kishin gjetë forma të ndryshme me adhuru Zotin Madhreshëm dhe të gjitha format kishin qenë të gabushme. Siç kemi sot në jetën e përditshme fe në thojza të cilat e shprehin adhurimin ndaj Zotit në mënyra të gabushme. Pse? Sepse janë shmang prej të vërtetës. Pra vëllezër të dashur, Zoti Madhreshëm e ka hartu këtë fe dhe ja ka dedikuar njeriu që njeriu përmes kësaj feje ta njeh Zotin e Madhreshëm dhe të njeh kufit të cilët I ka caktuar Zoti Madhreshëm. Dhe kthehemi te tema e agjërimit. Është e natyrshme që njeriu në mënyrë të sinqertë të I bën pyetje vetes, pse falmi, pse agjërojmë, pse japim zeqat, pse kemi frikë Zotit. Është shumë e natyrshme që njeriu të bën pyetjet e tilla, dhe sot në formë të përgjigjes do ta orientoj temën. E para të dashur vëllezër, ne agjërojmë sepse për këtë çështje na ka obliguar Krijuesi. Ne po ju përgjigjemi thirrjes më të mirë që ka ardhur prej Zotit të Madhreshëm dedikuar njerëzimit. Ne agjërojmë sepse për këtë çështje na ka ftuar Rabbul Alemini, Krijuesi jon, ai I cili na ka dhëruar jetën, ai I cili na ka dhënë gjitha të mirët e kësaj jete dhe ai I cili do të kthehemi herët apo vonë. Pra na agjërojmë për shkak se Allahu e ka bërë obligim këtë muaj. Dhe Zoti Madhreshëm na thon në Kur'an: "Ya ayyuhalladhina amanu", o ju të cilët keni besu, "kutiba alaykumus siyamu",
është bërë obligim agjërimi për juve. Pra pse agjërojmë të dashur vëllezër? Sepse duam t'i përgjigjemi Zotit Madhrishëm. Kjo ofertë ka ardhur prej Zotit Madhrishëm. Dhe mbrapa kësaj oferte qëndron një premi e shpërblimit, një diçka e madhe, sepse nuk ndodh që Zoti Madhrishëm të obligon diçka në këtë dunja e që mos ta lën një premi të madhe të shpërblimit. Ai e ka obliguar agjërimin dhe i ka garantuar xhennet atyre të cilët agjërojnë për Zotin e Madhrishëm. E premi shpërblim më të madh se sa agjërimi, se sa xheneti nuk ka. Pra, kurdoherë që i përgjigjemi Zotin këtë dunja përmes praktikimit të obligimeve që i ka caktuar, ta dini vëllezër të dashur se na pret shpërblim i madh. Dhe kurdoherë që largohemi prej ligjeve të Zotit Madhrishëm, refuzojmë të nënshtrohemi Zotit Madhrishëm, mbrapa saj është një kosto e madhe në dëshkimit, për cilën njeriu herët apo vonë ka me dhënë llogari para Zotit të Madhrishëm. Pra të dashur vëllezër, agjërojmë sepse Zoti i Madhrishëm e ka bërë obligim agjërimin dhe ne i kemi besuar dhe jemi të bindur se përmes agjërimit i arrijm qëllimet më të mira shpirtërore në këtë botë dhe në botën tjetër. E dyta të dashur vëllezër, ne agjërojmë sepse në formë të agjërimit, përmes agjërimit e falenderojmë Zotin e Madhrishëm. Keni parë në jetën e kësaj bote njerëzit sa shpejt hidhërohen nëse ti se falenderon për një punë të mirë që ta ka bërë. E çka mendon vëllai i dashur këtë dunja që ti e shijon miliona të mira edhe shumë të tjera të panumërta dhe ke harruar se si falenderohet Zoti i Madhrishëm. Qysh do të jetë takimi me të? Dhe çfarë përgjigje kemi marrë nesër për Zotin ku thot sa të mira ti kanë bën këtë dunja dhe ti ke harruar me falendëruar Krijuesit? Pra pse po agjërojmë na të dashur vëllezër? Për ta falendëruar Zotin e Madhrishëm për shumë të mira të panumërta që ne i shijojmë në jetën e bote. Tu fillu prej jetës. Edhe ndoshta s'jemi meritor për shumë të mira që kemi këtë dunja, por Zoti i Madhrishëm po na jep. Prandaj ne agjërojmë për ta falendëruar Rabbul Alaminin. Zoti i Madhrishëm thon në Kur'an: "Ushkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun." O ju njerëz, falenderoni Zotin e Madhrishëm nëse me të vërtetë besoni Zotin e Madhrishëm. E Zoti i Madhrishëm meriton shumë, meriton më shumë se çdo kush. Madje as që krahasohet Allahu xhalla wala me dikant tjetër në jetën e bote. Pra të dashur vëllezër, na agjërojmë për ta falendëruar Zotin e Madhrishëm dhe për t'i kërkuar falje Zotit Madhrishëm për shumë çështje të cilat ne në jetën e bote kemi harruar adresën e falënderimit. A e di ç'është kjo jetë, dashur vëllezër? Na tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e mund një shembull shumë interesant. Tha, dy persona zgjohen në mëngjes. Dhe prej mëngjesin deri mbrëmje, njëri është rob i dikujt tjetër. Është rob i njerit, rob i pasurisë, rob i dunjas, rob i pushtetit. Kurse tjetri tha, ka zgjedh me kanë rob i Zotit Madhrishëm. Zgjohet në mëngjes, të parin obligim me kryen ndaj Zotit Madhrishëm. Ja fal namazin që ka bërë Zoti farz. E pastaj mirët me çështën e dunjas. E fal drekën, ishin akşamın Yasin, dhe ku të vjen me fjet, ky e ka mbyll një ditë si rob i Zotit e Madhrishëm. Si një krijesë që nënshtrohet Krijuesit vet. Kurse tjetri i cili u zgjon mëngjes, s'ja ka fal namazën e sabahit Zotit Madhrishëm, ju ka bërë rob njerit gjatë ditës 500 herë, edhe në mbrëmje flen rob i dikujt tjetër. Dhe merrem me mend se si mund me pëshu nesër jetë ati në ahiret. Se si mund me u shpërbly nesër jetë ati kur të llogaritet para Zotit të Madhrishëm. Pra të dashur vëllezër, ne agjërojmë për ta falendëruar Zotin e Madhrishëm. Dhe në jetën e kësaj bote nuk ka asnjë adresë më të saktë se sa për t'u falendëruar se sa adresa e Zotit e Madhrishëm. Kush do që të na bën mirë këtë dunja, me shumë lehtë ja kthejna mirësinë
vetëm ati që kur sunja kthejnë atë mirat të Zoti i Madhreshëm. Prandaj ne agjerojmë të dashur vëllezër. Dhe kur shohim në syfyr, ne themi Zot o Zot, po hyjmë sot agjerueshëm vetëm për ty. Në shenjë falënderimin ndaj teje, mirënjohje dhe respekti, sepse me të vërtetë s'ka në këtë dunja kush që meriton të nështrohemi dhe të falenderojmë përveç teje o Zot. Pra për këtë arsye të dashur vëllezër, agjerojmë. Dhe e treta shkurtimisht, agjerojmë të dashur vëllezër sepse ne duam që përmes kësaj shkolle të afrohemi te Zoti i Madhreshëm. Përmes kësaj shkolle, këtij agjerimi të madh, ne duam të pastrohemi prej të metave dhe barës së rënd shpirtërore të cilën kemi ngarkuar në jetën e bote. Ne agjerojmë që të shlirohemi prej kompleksit të anës materiale të njeriut. Dhe jeni dëshmitar të dashur vëllezër, se po jetojmë në kohën ku materializmi ka prish gjithçka në jetën e bote. Ja ka humbur vlerën edhe dijes, edhe profesionit, edhe njerit, edhe familjes, edhe shoqërisë, gjithçka është bërë materiale. Njerëzit prej mëngjesit ndaj mramje, kur kush s'kalkulon për hir të nderit, të respektit, moralit, etikës, profesionit, por secili kalkulon për shkak të interesit material. E ne kur vjen muaj bekum Ramazani, agjerojmë dhe gjatë ditës e kuptojmë sa është e rëndësishme jeta materiale. E kuptojmë sa është e rëndësishme jeta shpirtërore. Dhe e bindemi veten se në këtë dunja nuk ka gjithçka materiale. Vëllezër, kemi ardhur me një kohë që edhe anëtarët e familjes i shohim si pare. Kemi ardhur me një kohë që edhe print i shohim si pare. Edhe fëmijët e tanë që alaja në për bankat shkollës 24 orë flasin për materialen. Kemi harruar çka është shpirtëroria. Kjo dunja është shumë e vështirë, shumë e rrezikshme. Sepse ai i cili është zhyt në analet e materiales, ai zhveshet për shpirtërorës. E nuk e ndjen jetën. Jemi bërë gjithë shka pare. Edhe në varrim ku të shkojmë flasmi për pare. Edhe kur të shkojnë me pa di kanë den derë në ngushëllimit flasmi për anë materiale. Jemi në gjendje dhe në xhami gjysore mos me kanë gjendje me qëndru në raport me Zotin. I kemi mend në për dunja. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush zhytet fort në kanalet e materiales, thot i përngjan sikur njeriu i cili ka rënë therra. Sa herë don me dal, i shkoqet ka një pjesë e trupit. Mos lejo vëllai dashur materiale më të kapër hunë si sot populli, se vallahi te vore ka më të çudesh. Edhe ka më të akmar jeta. Jeto si qenje shpirtërore. Shijo jetën. Në shaza të asaj që ka caktuar Zoti i Madhreshëm. Mos i këshir antarët e familjes si aspekt material. Mos e këshir shoqërinë si aspekt material. Po këshire si vlerë shpirtërore, si qenje që ka caktuar Zoti i Madhreshëm dhe ka kriju Zoti i Madhreshëm dhe respektohet dhe shijohet. Pra agjërimi na mëson se sa është i rëndësishëm ana shpirtërore. Të dashur vëllezër, ja deri ku kam rrinë materializmi kësaj kohe. Keni pa për shembull bota që është garon mes dy taborave. Një pjesë super moderne, super e pasur. Edhe si ban përshtypje fare që në muj vdesin në botë miliona foshnje prej ditës parë deri në një vjet. Miliona foshnje në muj vdesin për shkak të urisë. Sepse këta matrapaz të dunjas, këta pa ndjenja dhe pa shpirt, mendojnë se bota është kriju për ta. Dhe dhunë shumë du të mja marë prej goje, ka fshatën e bukës edhe ati të varfër që ka hisën këtë jetë. Se njeriu nuk e çmend askush më shumë se sa materialja. Kur e gërsohet shpirti, njeriu më s'ka kufi, s'ka ndërgjegje më. E neve muslimanëve na vjen këmu i bekum, edhe na mëson çka aspekti shpirtëror. Na mëson me shiu urien në shpirt, në kur. Na mëson me pas çka është varfria.
Dhe gjatë ditës e shtohemi fort, umtohemi fort, edhe na bjen nërmen, thonë, subhanallah, mos val, ne kemi në hak dikujnë këtë dënja, valla. Mos të kush ka pas nevoj për ndihmën tonë, dhe na kemi qenë të ngopër dhe fare, s'kemi pas vëmendje ndaj tij. Dhe themi, o Zot, a ka në kush këtë dënja që nuk agjeron vetëm 18 orë në ditë, po ndoshta agjeron me 2-3 ditë, sepse nuk ka me çka më mësofër. Vëllezër, po e mbylli me një statistikë, sepse pse bota materiale nuk e do Islamin? Sepse kanë frikë për të vërtetës. E dim se dojnë Islamin bota materiale. Sepse kanë frikë për të vërtetës. Kanë frikë me kuptu realitetin. Edhe në shembull thjesht me statistika. Po thonë se 95% të pasurisë së botës e kanë dorë vetëm 5% e popullatës. Edhe njerë, po e përsëriti, 95% të pasurisë e botës e menaxhojnë vetëm 5% e popullatës. E popullatës botërore po flas. Ndërsa 5% e mbetur e pasurisë së bote e shpërndojnë 95% të njerëzve. Dhe a peshep se do në Islamin ai? Se Islami nuk e lejon mi robru njerëzit. Islami se lejon mi sklavru njerëzit. Kjo fe nuk të lejon mi nështru askujt përveç Allahut azza wa jall. Dhe ti ki vlerë në këtë dunja, mos jep dinitetin askujt. Dhe mos lejo që të tjerë të tallën me dinitetin tanë. Pra vëllezër të dashur, pse agjerojmë? Sepse ne duhet të pastrohemi shpirtnisht. Ne duhet t'ja dim për ne Zotit madhrishëm që jemi qenje shpirtërore. Kemi ndjenja. Do ta duam njëri tjetrin, jo ta shohim njëri tjetrin si pare. Dhe po e përfundoj dikush kanë materialja. Vëllezër të dashur, ka 4-5 muaj që për çdo xhumë u mbjen në sy një lypsar jashtë oborrit xhamisë. Edhe gjithmonë ja kam pas frikë Allahut me fol kundra njerëzve të varfër. Wallahi, që s'ka Zot përveç ti kam frikë. Mos pin hak. Mirë, por ka njerë du të me fol njeri atash nga realitet. Ja dhe ku kemi ardhë, ata njerës të cilët vrapojnë mas pasurisë, në për rrugë të haramit pasurisë, po i detyrojnë fëmijët dhe nanat me i pru me kombi për i veneve të ndryshme, me li pare të në për xhami, e a i mja marë pare në kësham. Dhe i këtu vjen shmenduria njerit. Dhe i këtu mund më degeneru njeriu që s'ka besim në Allahun azza wa jall. Dhe i këtu shkon nivele atyre që kanë haru rrugën e Zotit madhrishëm, e fundi rrugës tërë xhenemi dhe s'ka dyshim. Dhe ata kanë me dekapitulu fatën e tyre. Dhe ne kur dalmi për xhamis, shohmi foshnjët e vogla, kemi dhimbje ndaj tyre, por mos harroni se ndoshta jemi te përkrahët keqën. Ndoshta jemi t'ja mundësu ati zotnis atje me etu në kërriz dikuj tjetër. Andaj këtu për shfryzërasin dhe për them të dashur vëllezër. Nëse e doni të vërtetën, ka dilni mos e jepni, po pyete për shka ki nevoj, ku e ki shpijen. Nëse ki nevoj, unë do të vinë në kam, zbashku me këtë xhamat që ka një këtu. Sepse nuk mundemi ne më unë në sofër të iftarit, nëse dikush në rrethin tonë nuk ka iftar. Nëse dikush në rrethin tonë nuk ka buk me hangë, vallahi ne s'kem shka unë me sofër të iftarit, se Allahu se prana namazin tonë dhe agjërimin tonë. Ne nuk lejojmë që dikush me kajtë. Dhe keni pa të dashur vëllezër se edhe në ditë të Ramazanit, Bajramit, ne kemi farz me dhonë zeqatin. Pse? Sepse s'munësh me anë Bajram e dikush tjetër me kajtë për buk. S'munësh. S'munësh me anë Bajram për e siguru dikuj ka shatën e bukës. Ne me të gatshëm të bëjmë këtë, por se me të gatshëm vëllai dashur, ti kontribojmë haramit, ti kontribojmë keqës. Dhe unë prej sodit ka me trajtu këtë temë, dhe nuk ka me liu që dikush të
të abuzon me nderë dhe nanave të huja dhe fëmijët huj. Që t'i bje dikush në abort të xhamisë dhe t'i merr mramje. Nuk kemi na musliman të pare me çun haram. Sepse krejt të mira që i shohim na musliman po japni. Ju vëllezër të dashur një marrë ke xhami. Kur s'ka dhënë. Ju sert ka të smut ne japni në xhami. Ku janë institucionet e tona? Ku janë milionat institucioneve që kanë parë, milionat që kanë institucione? Ku janë ato parë? Ku është Ministria e Mirëqenies Sociale? Çka mendojnë këto njerëz? Mendojnë se na jemi të paftë, mos me lexuar çka sidhet rreth neve. Nëse tolerojmë se kem frikë Allahut. Kem frikë ditën kur thimin varr. E ku atë ditë kur kush s'është me neve, përveç punët e tona. Ama për ndryshe s'kemi frikë për askujt. Pra e shefnin diku ka arë materialja. Diku mund me degradu njeriu. Don me kap gjithë shka njetën se bote. Dhe po e mbyllit të dashur vëllezër kam lexu për një prej udhëhecësve të mëhershëm. Më herët po folin sori. Që është dhënë shumë mas pasurisë dhe ka filluar me bazullum. Kanë shpjegu dëshmitar në momentin e vdekjes. A e dini të njëherë që janë kanë parët e arit? Në histori keni lexu? Të arit parët. Tregojnë dëshmitar, thot, prej lakmisë së dunjas, i numëroi këtë ditë minutat e jetës, edhe tha asaj rojës vetë, merr me tegullat me ari, edhe shtin me në vaj, tha dhe i përbinke një ka një të më selam pasurin për midhej. Dhe kur ta shifnin në arkeologji që i zbulojnë njerëzit dhe janë me ari në për dur, në për kam, e vërteton çka po thamon, se kam temën këtu. Ka harru se çdo gjë që ke marrë për kësaj bote nalet në trap të dheut. Që aty nalet. Ama aty fillon një rrugë tjetër e përgjithësisë para Rabbul Alaminit. Pra vëllezër të dashur, agjerojmë që të zbutmi zemrat, ta ngritmi nivelin shpirtëror, ta shohmi botën nga aspekti shpirtëror jo material, dhe të udhëhiqemi prej parimeve të sakta që ka caktuar Zoti i Madhërisht, dhe këtu po përfundoj, alhamdulillahi rabbil alamin.